Po, kështë pyjtë mëna, ko kështë të tare se kopijët që kërë konë të latë që ka paspor, vedat Morishin, Valenverishin, direkcionën, a ko dhe këtu gështë? Kështë bile para se të me nënshkru të skuadra Milanës, flit, nuk e di nëse në emision ka qenë, për e pyjtë nga kemi marrë lojtarë shqiptarë, dhe e thë sigurisht, po, një farë mënyrë të regon që i kanë qef lojtarë shqiptarë dhe i merë mas vetit, edhe shumë mirë që e bënë. Kishtin kryesori ka Glitare, mendoj për transferimin e Granit Xhakës të skuadra e Milanës dhe bën shumë atlet, të më thonë, edhe shkuarjen e Xhakës të skuadra e Milanës pikërisht i Glitare. Sipas mendimit. Unë mendoj, nëse bërë më kysh... Po, patjetër dhe... Unë mendoj që kanë transferu Xhakën, përveç këtyre qelësive që i cekën gjitha që i posedon, normale që i ka të regu për masa veta, është një element i cili ma shumë, do dhonë, i ka shty Milanën edhe Tarën, sepse Tarë është aje kryesore që ka i njësu, është sepse pikrisht shumë pak kolletar që i kanë tipare të liderit, mrena për mrena në fush. Edhe kjo është një ndërta, është një lojtar që tradicionet i ka të regu, do me thonë atë lidershipen që ka mrena, edhe që është shumë rëndësishme për një ekip. Do thotë, ka lojtar cilët këto tipare janë të lindëna, nuk i ka gjithë kush, edhe kjo i ka shfaq ato ku ka qenë mënyrën më të mirë, më të personë. Ka qenë një trajner dy gjithmonë fush. Ekipet cilët kanë kësi lojtare, gjithmonë janë përparësi, janë në avantaj dhe ekipet tjera. E pikrish për këto elemente që këj posedon, leadershipit, ma shumë edhe kanë morë, përveç të necesive që kanë nuk diskutohet. Sepse është një lojtar i cili një farforme i ka mungu Milanin këto vite. Sepse gjithmonë mund të kesh në ekip shumë lojtar cilësor, ma cilësor, se këta që janë lidera, kem raste, dhe më thonë edhe në ekipe matë mëdha, që mrena një ekipet mëdha ka shumë elemente që është shumë atë cilësor se ai lojtar që është i tjerë. Po roli tina si leadership, pavarësisht që ndoshta në cilësi është edhe nivel më lart se tjerë, është e pika kyçe që e mon atë ekuilibrin edhe shtyn ekipin para edhe e mon. Më thonë kjo është mendoj ajo pika kyçe kryesore që i ka shty Milanin me marrë, sepse është lojtar ideal për këtë punë. Përveç krejtësisive që i përmendëm në gjithë nga këtu, më të vërtet që kam pëlqen përveç tjera, më pëlqen edhe pozicionimi i tij. Që ato që përmendi shtash trajneri në fund, ekuilibrin e mon të ekipës, domethënë raportet i mon ndërlidhura. Edhe pozicionimin është lojtar që ta mon pozicionimin ndër më të mirë në Evropë. Disa që në Itali lipet mas shumëti. Po, bravo, se taktikisht ajo puna, ajo hyn te taktika. Edhe për karrierën e Granitit është e mirë. Përveç neve që më na kënaq zemrën si shqiptar, është e mirë se ky nuk i ka mend është edhe 4-5 vite, edhe të bëhet trajner, e dim që edhe ka kryer licencën për trajner, edhe me qenë pjesë e ligës zvicerane, pjesë e ligës gjermane, pjesë e ligës angleze, edhe tash italiane, më të vërtet kjo është duke kompletu për vizionin e të ardhmës si trajner. Kjo më shërby akoma më shumë.